ka mashtruar, më ka marrë gati 1500 euro. Ka thënë do të marrë për gru, jam dar nga ishnusja. Unë i shkruajta, më futi blok pa lidhje, doli me një femër tjetër, shkon pi lokal, është në efektin alkoolit. Unë kam shitur edhe vozët e Floririt, si kam pasur, durat nga motra, kam shitur dhe varsen, kam shitur dhe unazën, se i kam quar lek atisëm. Edhe ky njeri do që t'i paguaj gjitha ato dome që mi ka bo mua det. Se mashtron shumë femra. Përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live-in tim unë do hap dritare për një 31 vjeçare, ai quhet Rezarta Muça dhe do denoncoj bashkëtuesin e saj, pasi ky fundit jo vetëm e ka braktisur dhe e ka bllokuar në të gjitha rrjetet sociale, por e ka mashtruar duke i marrë një shumë parash. Por çfarë ka ndodhur mes dy të rinjve? Unë do hap dritaren, do e ftoj Rezartën për të dëgjuar historinë e saj. Rezarta, përshëndetje. Përshëndetje, Odeta, si ja je mirë? Mirë, më ke telefonuar dhe ke një problem, një shqetësim që do të ndash. Çfarë ka ndodhur? Ky njeri më ka kërcënuar, më ka mashtruar, më ka thënë do të marr për gru, më ka thënë se jam dar nga ishnusja, kemi bashkëjetuar 6 muaj dhe më ka mashtruar dhe më ka marrë gjitha kursimet e mia duke mashtruar. Pra, bëjt edhe më ka kërcënuar, ky zotëria më ka kërcënuar, më ka thonë më nëse ti më çonte në studio do të vras nonën edhe ty do zhduk si familja. Rezarta, të lutem, ti pas ke problem me ish bashkëtuesin tënd? Po, më ka mashtruar, më ka marrë gati 1500 euro. Si quhet ky person? Ky quhet Gabriel Grisel, Gabriel Frances, jeton në Fier. Është nga Fieri? Po. Si ka qenë edhe në Burg? Aktualisht ku ndodhet Gabrieli? Në Fier, në fshat e një Fieri. E dashur Rezarta, sa kohë ke që je ndar dhe ai të ka marrë lekët dhe të ka braktisur? Tani gati rreth 1 muaj. Por çfarë ndodhi? Mund të të pyes çfarë ndodhi atë ditë? Atë ditë unë i shkruajta, më futi blok pa lidhje, doli me një femër tjetër, unë i thash i jep gjitha lekët që ti dhone dhe bëj çfarë të duash me jetën tonë, dhe ky më futi blok dhe nuk përgjigjet. Ky ka interesin vetëm te lekët Odet, për asnjë gjë tjetër. Por më lejon do të pyes si e ke njohur Gabrielin, ti aktualisht ku jeton? Unë e kam njohur me një lokal. Aty u lidha. Duke pirë kafe. Po në kamë, se ky jetonte me shtëpi me qëra. Unë isha tu pi kafe, edhe ky ishte aty me një lokal edhe aty u njoftëm. Edhe më tregoi tha jam dar nga ishnusja, më premtoi tha se do të marr për gru, tha kam një djalë jetimore në Francë, kam probleme, nuk i ki dot. Atë ditë që ti pive kafe, po atë ditë ti vendose të jetoje me atë djalë? Jo, jetova pas 2-3 javë me ta, se thash dua ta njoh pak më mirë, duke mashtruar, më thoshte hajde jetojmë bashk. Kemi jetuar me kushte shumë të vështira. Kemi fletur me divan cop. Po mirë, ti e njohë për 2 javë dhe me njerë vendose të bashkëtoje me të? Po, jo, vendosha të bashkëtosha, po më mashtroi. Edhe ky njeri do që t'i paguaj gjitha ato dome që mi ka bo mua det. Se mashtron shumë femra. Po, jemi ndar nga fundi gusht, tani nga fundi korrikut, nga mesi korrikut. Po, për këto pak muaj, do më thë si ka qenë bashkëtesa jote, se ti po e nxjerr që është mashtrues, të ka vjedhur. Po, është të gjitha, unë ja mora patentën që të më jepte lekët, unë vajta ja çova, ky nuk më jepte lekët. I thash një lekët e mia që më detyrohesh, ky nuk do t'ja dinte fare. Shkon pi lokal, është në efektin alkoolit. Ka ushtruar dhunë ndaj teje? Po, më çovi me një mal aty në rrafe. Ku të çoj? Më çovi me një mal në fshat të Fierit, edhe atë. Dhe çfarë ndodhi aty në mal? Më rrafi, më thoshte ti të më çosh mua në studio, ti kush je ti se të më çosh mua në studio, do të zhduk si racë, do të zhduk si familje. Por ai të pas ka dhunuar ty? Po, më ka dhunuar faktikisht. Rezarta, ti e ke denoncuar në polici? Jo, nuk e kam denoncuar, sa që ta çoj njerëz të ty pastaj të bëj denoncimin. Jo, ti bëri shumë mirë që hyre në këtë live me mua, por ti duhet ta denoncosh, patjetër duhet ta denoncosh dhe në polici.
Ky është person kërkim nga policia se më thot kam probleme me gjyqin, kam ca probleme me policinë, rritu mashtru njerëz, rritu mashtru pronarat, nuk i merr lekë dhe nuk shkon në punë. Por familjen e tij e ke njohur me që nisë bashkëtesën me këtë person? Por se familja e tij është në Francë. Ai nuk ka asnjëri në Fier, le të themi, familja jeton në Francë. Ai jeton vetëm, ku ta zë nata, ku ta zë dita. Por ti kur e pe që situata ishte kështu dhe ishte një person i papërgjegjshëm, pse nuk u largove më herët, por qëndrove kaq gjatë me atë person? Po thash dua lekët e mia, jam larguar Odet, i kam thënë du lekët e mia dhe bëj çfarë të duash me jetën tënde. Unë kam punu kamarier, unë punoj kamarier, gjitha kursivet e mia që kisha, ai mi mori të gjitha, sepse unë i kam edhe letrat e bankës, i kam çuar fatura me të gjitha. Por ju jetonit bashk të shtëpia e tij apo të shtëpia jote? Jo, unë jetosha të shtëpia ime pasi u ndava, ku ky mashtronte mua se punoj në Vlorë, jo se nuk kam mundësi të takona. Por kur bashkëtuat bashkë e dashur e Zarta, te cila shtëpi jetuat? Në Kasall, në Kamës, me shtëpi në Kasall. Që e kishte marrë ai me qira? Po, kishte marrë ai me qira, po në Kasall, po kishte ikur dhe nga shtëpia se s'kishte paguar lekët. Dhe ishte ti ajo që u largova e para nga ai? Po, u largova unë ajo e para dhe mora në telefon si njëri, tash më jep detyrimet e mia që të kam dhënë dhe largoju bëj çfarë të duash. Ky nuk përgjigjet, fut blok. Nuk di si të merrem vesh me to. Pra ai të ka bllokuar në të gjitha rrjetet sociale, të ka bllokuar dhe numrin e telefonit. Ti nuk mundesh dot të komunikosh me të se ai të ka bllokuar. Nuk ka bllokuar në 4 anët. Por tani që e kthyer te familja jote, ke kërkuar ndihmën e familjes, e di familja çfarë të ka ndodhur? Mami me di se mi ka hëngur lekë, sepse unë kam shitur edhe vallëzat e Florierit, si kam pasur dhurat nga motra, kam shitur dhe varsen, kam shitur dhe unazën, se i kam quar lekë atij, se më ka detyruar ose të më çoj lekë, se jam pa bukë, jam kështu, jam ashtu, ka ardhur gjunaja, ka kam quar. Edhe ky nuk do t'ja di fare si njëri. Kupton, është shumë mashtru se ka ndryshuar edhe emër dhe mbiemër. Emrin e vërtet nuk e ka Gabriel, po e ka bler me lekët emër. E dashur e Zarta, unë besoj që ke bërë dhe ti disa gabime, po të flas tani si kur të kem motrën time. Ke bërë disa gabime, si ke mundur ti? Po i kam bërë gabimet e mia, po e pranoj, po ky njeri përgjigjet të më japi detyrimet e mia dhe të bëj çfarë të doj me jetën e vet. Kështu i kam thënë. E qartë e kuptoj, por si mundesh ti të shesësh vathët e tu Florinj, varsen tënde, dhuratat që ka bërë familja, ti shesësh dhe këto parat ja dërgosh atij personi? Po më ka kërcënuar se jam pa bukë, jam kështu, do t'i kthej. Ky s'do t'ja di fare, më ka bllokuar në 4 anët. Edhe dua që t'i bësh publike fotot e atij zotërisë që t'kam quar. Të lutem Odet. Unë do bëj të pamundur që me atë zotëri të lidhem dhe padyshim do bëj përpjekjet e mia që ta kem edhe Gabrielin në këtë live, gjithje me shpresën që ai do më përgjigjet. Por e dashur Rezarta, ai nuk do t'ja di fare, ai më ka kërcënuar mua, më qose ti më çonte Odeta, ka thënë do të zhduk si rrat. Do të djeg si familje, më ka kërcënuar, ka thënë do të vras nënën tënde. Ti e njeh nënën tënde time shumë mirë se cila është nëna ime. Nëna ime s'ka fare në këtë pjesë. E dashur Rezarta, në momenti që ai filloi të kërcënonte, të merrte parat dhe nuk po t'i kthente, pse nuk e ke denoncuar në polici sot që po flet me mua? Pse nuk e ke bërë denoncimin? Jam person kërkim, ka thënë kam një gjyq dhe ky nuk është paraqitur te gjyqi se kërkon policia. Ai këncan Vlorë can Fier. Po ç'ti intereson ty? Ti denoncimin, pse nuk e ke bërë tani në polici? Unë thash të ta çosha një herë te ty Odet, pastaj ta bësha denoncimin te policia e Tiranës. Dhe unë të këshilloj që ta bësh më një herë denoncimin në policinë e Tiranës. E dashur Rezarta, bëhet fjalë për sa para? 1.500 euro Odet. 1.500 vjetra si thon, 1.500.000 lekë. 1.500 euro, 1,5 milion. Po, 1,5 milion. Ai të ka marrë këto para dhe nuk t'i ka kthyer më. Po. Jo, nuk më ka kthyer, më ka futur blok, thot nuk të du më, më ka premtuar se do të marrë pronuse, edhe nuk do t'ja ka di fare. E të mërshme, më vjen shumë keq për gjithë histori që po tregon. Më shtrua për Zotin sepse unë kam punu me mishë e me shpirt për ato lekë. E dashur Rezarta, më fal që të pyes, sa vjeç jeni ju? 31. 31 vjeç. Ndërkohë, unë do tentoj në këto momente që ti bie Gabrieli ta marrë në këtë live, duke menduar që ai do më përgjigjet.
E dëgjuam historinë e kësaj 31 vjeçare dashumish e cila akuzoi bashkëtuesin Gabrielin nga Fieri se i ka marrë 1500 euro. Por për të qenë transparente, unë do hap dritare ditën e sotme edhe për Gabrielin për të dëgjuar dhe versionin e tij. Përshëndetje. Më thoni, ju dëgjoj. Përshëndetje, si jeni ju? Mirë. Mirë, përndes, si jeni. Gabriel, unë të telefonova sepse më ka ardhur një denoncim për ty nga një vajzë me emrin Rezarta Muça, ku ajo pretendon se... E di kush është. Kush ka qenë për ju? Është Rezarta Muça. Për ju kush ka qenë Rezarta? Çfarë keni patur ju Rezartën? Me Rezartën thjesht jam njohur me një lokal, kemi pirë kafe, kemi biseduar. E kam pas një lidhje tepër të rëndësishme me të, për t'ja nisur një seriozitet me të. Edhe ajo më kërcënon, më shqan, më ofendon, në të gjitha mënyrat. I kam mesazhet kërcënuese të asaj, të gjitha mesazhet të saj i kam punë, nëse i doni ju vaja punë. Edhe kam pas një lidhje për ta marrë një lidhje seriozitet me të, me Rezartën. Edhe Rezarta, kam disa mesazhet e saj kërcënuese me shokët e saj, me Tropojane, me Shkodrane, me Laçane, me Lezhjan, nuk e di çfarë i ka. Edhe vendosa që ta distancoj pak, edhe mi ka bërë, tre njerëzit e mi ka bërë dashnore, kushurirat, motrat, tezet, hallat, më thot janë dashnoret e tua. I kam të gjitha mesazhet këtu, të asaj, edhe mesazhet që më ka kërcënuar. Ajo se ka bërë mirë këtu se që e ka fut në këtë lloj pjese, në këtë lloj situate të gjatë. Gabriel, ju sa kohë qëndruat me Rezartën? Se më thej që e njohur në një kafe, kështu më tha dhe Rezarta, që u njohot rastësisht në një kafene në Kamës. Po, edhe ajo më kërcënon, thot, unë dua lek prej teje, thot, dua këtë, dua atë. Ajo me sa ka marrë vesh shumë, ka pas shumë veta që i ka denoncuar për palidhjet. Sa kohë keni qëndruar bashkë? Me Rezartën 3 muaj. Mbas 3 muajve më dolën gjitha budalliqet e Rezartës. Ishit ju që e ndatë Rezartën, apo ishte Rezarta që u largua nga ty? Jo, jam unë ai që po vendos të largohem nga Rezarta se më shane më kërcënon me mesazhe lloj-lloj. Sepse Rezarta Gabriel pretendon që jeni ju që e keni kërcënuar dhe jeni ju që i keni marrë diku rreth 1500 euro kursime që ajo i ka pasur nga puna e saj si kamariere. Jo, nuk është në asnjë lloj mënyre ashtu si e thot ajo. Unë thjesht për largohem nga ajo se më kërcënon me lloj-lloj tipash edhe më vë kusht për lek mua. Si të ka vënë kusht? Është ajo që të kërkon lek apo ja keni qenë në bashkëtesë? Ajo më kërkon lek mua, Ajo më kërkon lek mua, edhe pak më para më ka marrë me një dy numra të tjerë duke më kërcënuar, thotë unë dua lek prej teje, thotë ose do të hedhën gjysh. Tani që të jemi të qartë Gabriel, ajo kërkon lekët që ju i keni konsumuar bashk kur keni bashkëtuar dhe ka qenë rrogë e saj, apo ajo të kërkon ty lek ekstra, se s'po e kuptoj? Ajo të gjitha kam pasur una një, se unë tani nuk kam shumë kohë që jam në Shqipëri dhe kam një të rastësisht. Më ka thënë do lek, do të nis lek, i kam thënë jo. Më ka nis 2 herë na 50 euro, i kam thënë mos më dërgon, mbaj për vetën tënde se unë jam dhe familjen se çfarë familjesh ka, se më ka prezantuar. 2 herë më ka nis na 50 euro, i kam thënë nuk i dua. Mi ka nisu ka thënë aman, i shkoj e mere. Dhe këtë orën që ka mund dorë, ajo e ka vjetë me i dyqan tjetër, më tha ma me i lokale, ma ka dhenë mua. Ajo tani për momentit më kërcënon mua me gjërat e tilla. Por nuk keni mundur dot ta gjeni gjuhën e përbashkët me Rezartën dhe t'i mbyllni këto gjëra, sepse nuk ka dhe kuptim kështu, ajo të denoncon ty, ti denoncon atë, ajo të kërcënon ty, ti kërcënon atë. Unë s'kam bërë denoncim asnjëherë. Unë Rezarta është dikush që për mua që ndoshta më ka dashur me zemër dhe i bën këto na xhelozia e tepër, nuk e di. Por që po i bën sharjet njëra mbas tjetrës, kërcënimet njëra mbas tjetrës me shokët e vet, do t'i dërgoj unë mesazhet e kërcënimet e Rezartës, të gjitha i kam këtu. Ndoshta e mbyllti problemi me Rezartën, po, unë si kam as borxh, si kam asnjë lloj detyrimi për t'i dhënë Rezartës. Unë jam një njeri hallexhi, edhe shikoj të drejtat e mia, njeri me gisht, jam 32 vjeç sot, njeri me gisht nuk ma ka bërë edhe të ma bëj sot në anë Rezartës.
Pas ndarjes me Rezartën, ke komunikuar me familjen e saj se ti po më tregon që problemet i pas ka sjell një Rezarta, jo. Jo, Rezarta i ka sjell gjitha problemet. Edhe mama e Rezartës le kokën mbrapa me, se më se e kam respektuar si nanën time dhe si mbi të gjitha, edhe mosha ta që është 63 vjeçe, 64 vjeçe. Ju keni qenë në shtëpinë e Rezartës? Edhe nëna e vetë, kush e di sa më ka marrë nëna e vetë, më ka thënë Gabriela, ma fol me Rezartën, thotë se më rre, më bën, më torturon. Edhe me sa kam parë unë këto kohë të fundit, Rezarta është bërë shumë nevrike, edhe shumë stresuese që fillon i kërcënon edhe prindrit e vet. Ajo, për mendimin tim, ka nevojë ta dash nëna, dash babai, pavarësisht se ata nuk ja bëjnë, por ka nevojë për t'i bërë një vizitë, për t'u qetësuar, nuk e di. Ti po thua që Rezarta ka nevojë për një psikolog, ndoshta për shkak të problemeve që ka kaluar në jetën e saj, ajo mund të ketë nevojë për një psikolog. Dëgjuam të dyja versionet, edhe versionin e Rezartës që akuzoi bashkëtuesin Gabrielin, por edhe anës tjetrës dëgjuam dhe Gabrielin, i cili akuzoi ishte dashun e tij Rezartën. Dua në këto momente të hap të dyja dritaret dhe t'i kem të dy përballë njëri tjetrit. Atëre, unë fola me Gabrielin dhe Gabrieli tregoi se nuk të ka marrë asnjë lek borxh. Jo, më ka marrë deta, të beton të një kam këta faturat në Western Union, si kam dërguar lekët, Ja, një sekond. Telefon më ka shta, më ka fënduar. I kam qëta një Western Union, i kam thënë që njeri më jetë gratë një, edhe largon nga jeta ime. Ky njeri nuk do t'ja di fare, më ka futur blok se është efektin e alkoolit ose efektin e drogës. Gabriel, ke një përgjigje për t'i dhënë? Kam një përgjigje për t'i dhënë, po, shumë bukur. Unë duar vetë një kam këta faturat që ja kam quar. Me lloj tipash, edhe me lloj numrash. Me lloj numrash. Këturon, e ka vjen në një lokal ku ka punuar kamariere më ka dhënë. Lokal pa jo është orar më trostime se ma ka çu motra për Anglia, nuk është e vërtetë, janë gjitha gënjeshtra. Ama dhe ti me dëshirën tënde? Jo, ajo është e motrostime, ta dha se të dosha ti i bore këto gjëra duke më bllokuar të lekët e mia dhe nuk i je. Ama këta ti me dëshirën tënde? Ti je në efektin e drogës dhe më ke shanë në nënën time, okej? Ti je në efektin e drogës, je në efektin e alkoolit. Unë nuk shaj nënën tënde, unë s'kam nevojë të shaj nënën tënde, as ti as njëri. Mbron më shave të thasë si njëri, më jep lektonia, më jep gjërat e mia dhe largon nga jeta ime. Ti nuk do të përgjigjesh si njëri, pse më ke bllokuar? Pse ish bllokun? Pse nuk do të folësh tamam si njëri? Pse nuk do të folësh tamam si njëri? Pse më fut blok mua në 4 anët? Më ke thonë se kam gjyq, më ke thonë do të marr për grup, më ke thonë se do jetojmë bashkë, më ke patu shumë gjëra dhe dolën gjitha gënjeshtra. Më ke mashtruar maksimum të kam besuar pikën e fundit, më ke lëndu zemrën, më ke lëndu shpirtin, këtë që më ka bërë nuk ta fal. Të kam thënë si njeri, më jep gjërat e mia, s'më ka më ka futur 4 ditë blok, më ka futur. Duket ngela të marrë me numrat e tjerë. Çfarë robi je ti që fut bloka nuk sqarohesh tamam si njeri? Kujton se jam në Rrugashun? Rezarta. Jam në, ti që ti bab jam dhe unon, se kam vajzën 8 vjeçë. Si që ti djalin 3 vjeç jam dhe unon. Që kështu mos ma lëndo mua, më jep gjërat e mia dhe largon nga jeta ime, ose do të çoj te policia e Tiranës. Kaq, të çova jo të Odeta, tani do të çoj te policia, se s'më ke vesh me fjalë. Pse më mashtron kështu, jam nën Odeta, si që ti nën jam dhe unon, edhe kjo është baba. Kalon Francerit, ta jam ta nga Francerit, ja ta për të lidhur me ty. Edhe shiko si ma borim, ta jam gjyq, ku më kërkon policia. A më ke thonë kështu jam gjyq, se nuk shkon për aqit është e gjyqi. Pse nuk shkon? Këto që këtyre është në efektin e alkoolit, në efektin e drogës. Ky njeri pi drogë Odeta. Rezarta. Po ta them sinqerisht, ky njeri është në efektin e drogës. Rezarta, të lutem tani, mund ta dëgjojmë pa Gabrielin, ty të dëgjova, më lër të dëgjoj dhe Gabrielin. Pa në të foli për ja, le të foli, ha, më qëse është burë, ta heqi blokun 4 anëm. Aje ti që më ke thënë ti ka hallën tënde, aje ti që më ke thënë ka pjesën tënde. Aje ti ajo që më ke thënë Nuk të kam thënë fare, janë sa jesat e tua, zotri, nuk jam e lojtur unë të them ty ka hallën ka këto, janë sa jesat e tua, janë qita gënjeshtrat e tua, se s'ke qatë push tani, janë qita gënjeshtra. I kam gjitha videot me zë do t'ja... Janë qita, po qoja, okej, shumë do këshu qoja, asë në kasë pak, qoja. Rezarta, të lutem, ti tani,
Çfarë duke punuar kjo dhe çfarë duke punuar ky një sot janë te mobileria, një sot janë ta tani nuk di ku po llogariti ku punon ai Rezarta. Zonë pronarin I ka marrë lek pronarit edhe ka ikur nuk I shkon më në punë. Ashtu mashtroi tjetër, ashtu gjë tjetër duke mashtruar. Me rëna të tua. Rezarta, ti tani je ndarë me atë person dhe ti nuk ka pse t'interesoj ku ndodhet ai. Po si qesh o det, e shikon? A shikon se thosht I sinqert. Normal do qesh, nuk do qaj. Tani Gabriel. Po çaj, po ku ta shoh ku shkoi te policia e Tiranës tani se Odeta shkova, sa atë duke për ta besu. Ti nuk I kthen lekët e mia, ti nuk I kthen gjërat e mia, ti fund do të të ta policia e Tiranës. Sa lek ke marrë? Sa lek ke marrë? 1 milion e gjys. O 1.500 euro, ke faturat 1.500 euro. Po, I kam gjitha faturat, I kam me bank mos të njënë me gjitha, dhe plus varse që kam shqitur. I ke 1.500 euro apo 180 euro? 1.500 euro apo 180 euro? Vofët që kam shqitur, plus varsën, plus unatën gjitha, apo ty se më ke kërcënua, më ke thonë që lekë janë pa bukë, më që këta, më që ata. Unë kam thënë janë pa bukë? Po, më ke thonë, po. Më qoftë të këtë tjetër, më thuaj vërtetën, ky nuk të regon atë vërtetën asë gjë. O, Rezarta, që ta kuptojmë qartë. Ti po kërkon parat këtij njeri apo e dashuron akoma dhe ndihesh keq që të ka bllokuar? Nuk kërkoj parat nga ky person që të më japi gjërat e mia dhe të bëj çfarë të do me jetën e vet. Nuk e du më. Nuk e do më, je ndarë me këtë person. I kam thënë nuk të du më, se nuk je për mua, më trahton, bën nuk e du një njeri me rrenat. Unë du lekët, du gjërat e mia edhe të vazhdoj jetën e vet siç e ka nisur. Të bëj zoti marr njëre për gjithmonë Odes, kam çati bëj tjetër. Gabriel, tani ti thuaj që unë si kam marrë gjë lek, I kam marrë vetëm 180 euro, ndërkohë që Rezarta thot I kam 1.500 euro që ja kam dhënë. Tani si qëndron muhabeti, tregoni të sinqert me njëri tjetrin për hir të asaj kohe që keni qëndruar bashkë. Nëse ti kse vajze I ke marrë këto para, mundohu t'ja kthesh se janë parat e saj. Nuk është e vërtetë. Parat e mia, ti më ka futur blok. 180 euro mekanisëm, 250 euro, 180 euro. 180 euro mekanisme Austrian, I kam thënë nuk ti dua dhe mekanisëm. Nuk që kam shitur gjitha, që kam ardhur në fjerë të kam takuar ty me parat e mia, që më ka thënë hajde në fjerë më takuar. Edhe para 4 ditësh ishën fjerë të këma. Jo, si sa erda për të marrë gjërat e mia, për të sjell patetën tënde, për të marrë gjërat e mia, ti nuk më dhe gjërat e mia. Po, se më bëdhe patena, më grisë pasaportën, më bëdhe portofoli me kartën e identitetit, ajo ju zjata dhe pasik më apet. Po të qa bënë shumë një tjetërin? Atë dëgjuam ty, unë kam pasaportën në gjep. Gabriel, ke diçka për t'i thënë të fundit Rezartës? Po, Rezartës, 180 euro që mi ka dhënë mua, do t'ja jap unë. Të ndaloj kërcënimet edhe sharjet, ofendimet që mi jep fyerse në telefon, edhe duke I marrë të gjithë njerëzit e mi në telefona, se ka marrë kunatën e ka shqetsu kunatën, I merr kushërinjtë e mi në telefon, I shqetson, I merr të gjithë njerëzit e mi dhe I kërcënon. Në fakt jo është e rëndë, Rezarta, nëse e ke bërë nuk duhet ta bësh më, është e rëndë. Nuk e punë me familjen e ti. Tani, unë këtë gjë dua prej saj. 180 euro mi ka dhënë, ato do t'ja shpërblejnë, do t'ja japun mbrapsh. Mirë, Gabriel, unë uroj dhe shpresoj të zgjidhen sa më shpejt të gjërat, falenderoj, mund të dalësh nga ky live, mund të dalësh. Ma hiq blokun edhe më jep gjërat e mia, okay? Blok nuk të heq gjërat e tua, do t'i japun kur të vinë në Tiranë, do të marr telefon, do t'i japun gjërat e tua në Tiranë. I dua nesër se nuk dua të kem takim me ty Ode. Të më heq blokun, të më jap gjërat nesër, se nuk dua të takim me këtë njeri. Të lutem në Tiranë. Dakor, Mi dërgoj me fugon, ma ish blokun, mi dërgoj gjërat në fugon, okej? Blokun nuk ta heq se shtyroj sharat e tua, ofendimet e tua, thirrjet e tua. Nuk po të ofendoj, të më japë gjërat e mia edhe vazhdoj jetën tonë. Mesazhet e tua I kam unë gjitha këtu dhe do t'ja përcjell Odetës pastaj. Okej, përcjellja pra ma ish blokun dhe më jep gjërat e mia, okej? Nuk heq blok, edhe nuk ta heq blokun deri Aju nisë këtë iniciativë. Mos më detyroj të shkoj te policia e Tiranës. Mirë, Gabriel, mund të vazhdosh. Rezarta. Jo, nuk e. Po. Ti duhet të qetësohesh, e dashur, unë e kuptoj që ke pasur probleme me këtë person, ai nuk refuzoi, hyri live, foli, tu përgjigj, të ktheu përgjigje dhe tha se gjërat e tua dhe ato pak para që të kishte marr, ai do vinë në Tiranë dhe do t'i japi. Tani jo, deta
ky nuk vjen, po i ka këtë ata marrime. Por unë nuk besoj që ai të gënjej, edhe mund të gënjej, unë nuk e njoh atë person, por përderisa hyri në këtë live dhe i deklaroi të gjitha, besoj që do jetë një djalë që do ta çojë deri në fund atë që premtoi. Okej, ja po se premtovi pastaj, po se marrti fjalën, çfarë do bëj unë? Atëherë ne do jemi bashkë të dyja në kontakt dhe unë të sugjerova që në momentin që ai nuk do t'i japi paratë që të ka marrë, ai e pranoi që disa paratë i kishte marrë, ti mund të drejtohesh policisë. Patjetër që të drejtohesh policisë për ta denoncuar. Kam qitur varsen, plus që kam qitur vofat e Floririt edhe unazën. Në fakt ky është gabimi jot. Këtë e ke bërë ti se ke dashur. Po, ai më ka kërcënuar si jam pa bukë. Më qenë se ti nuk mi çon këto para, unë do të fus bllokat Tiranë. Po, ai nuk quhet kërcënim, quhet mashtrim. Ti ke rënë në dashuri me atë person. Po, nuk ka mashtruar. Po pra, ti ke rënë në dashuri me atë person dhe ai të ka mashtruar duke të kërkuar para dhe ti ke bërë gjithçka për të duke shitur edhe gjërat më me vlerë. Dhe ky është gabimi jot që nuk të falet. E di, unë e pranoj që kam po gabimin, tash po s'kam çfarë të bëj odet. E dashur Zarta, teksa ishe përballë Gabrielit, the se kam një vajzë 8 vjeçe. Ju jeni bërë nën? Po, jam bërë nën, po kam vajzë, kam 8 vjeçe. Ku ndodhet vajza juaj? Në Shkodër. Në jetimore? Po. Por pse ka përfunduar në jetimore vajza? E keni lënë ju? E kam lënë se s'kam pas kushte ekonomike, edhe prindit nuk më kanë pranuar në shtëpi. A, ka ardhur një fëmijë jashtëmartese? Po, ka ardhur një fëmijë jashtëmartese. Por babai i vajzës tënde e di që vajza ndodhet në jetimore? Jo, nuk e, babai i vajzës e di, po ai më ka braktisur, nuk do t'ja di fare. Ti vajzën ke sjell nga një histori dashurie përpara disa viteve? Po, para 8 vjetash. 2017-ën. Më lejon të pyes çfarë ndodhi në 2017-ën? Unë ngela 7 zan 4 muajshe gjysëm, i tregova iks dashur e tem tash ka ngelur me barr, ai më braktisi, tha vrit veten. Ke që nga e dhimbshme. Kam vajzën, kam 8 vjet pa e parë. Nuk e di se ku ndodhet, nuk e di se ku është. Por në momentin që ti mbetesh 7 zën, familja jote e mori vesh? Po, e mori vesh mrapa. Kur unë përfundova në qendër, në strehim. A ke qenë edhe në një qendër që je strehuar? Po, normal se kam qenë në qendër, se di më ta linë qa këtë fëmijë rrugëve. Por nëna, babai, motrat, vëllezërt çfarë ke, nuk të përkrajnë që atë fëmijë ta mbaj? Jo, vetëm babai më ka qëndruar pranë, kurse gjithë tjerë më kanë braktisur. Por sot ti nuk ke kontakte me familjen tënde? Me familjen time jetoj për momentin. Pra, nuk të kanë braktisur? Pasi linda fëmijën, mua më mori babai në shtëpi. Fëmijën e lash aty se s'kisha mundësi ta rrisja, s'kisha kushte ekonomike. Po jo ta linja për gjithmonë, ta linja për një kohë dhe do shkoja ta merrsha prapë, ato nuk më lejuan nga doktoresha që ta takosha. Fëmia ka kaluar në jetimore, i bie 8 vjeç sot vajza, ndoshta edhe mund të jetë birsuar, mund të ketë një familje tjetër vajza. Nuk e di odet, nuk e di, mos më kanë dhënë asnjë kontakt, asnjë lloj përgjigje. Unë kam 8 vjet që e kërkoj, kam shkuar në Shkodër, nuk më kanë lejuar ta takoj. Mua vjen shumë keq, dashur e Zarta, për gjithë histori dhe këtë jetë të vështirë që pas ke kaluar, me të dashurin e parë që ke mbetur 7 zanë dhe ai të ka braktisur, edhe personi i dytë, Gabrieli, që ishim në këtë live, i e ndar, pas ke bërë një jetë të vështirë. Po, shumë vështirë. Unë kretë më mashtrojnë, nuk kujton si jam në një kështu, unë edhe kretë. Vetëm për interes, po i dhe lekë të duan, po nuk të duan. Tash këto lekët nuk bin nga qielli. E ke menduar që ndoshta ka ardhur koha të ndryshosh ti brenda vetes, dhe disa gjëra ti bësh ndryshe? Jo, unë kam ndryshuar odet, po këta njerëzit që të mashtrojnë duhen dënuar. Se nuk janë femre pa që ka mashtruar ky person, ka mashtruar gjithë ato femra. Mua më vjen shumë keq që ekzistojnë meshkuj të tillë që mashtrojnë femrat, ku një pjesë e mirë e femrave bien në dashuri dhe për hir të dashurisë çfarë nuk bëjnë, sakrifikojnë. Po, bën diçka për atë person që po ai merr lekët, merr gjërat e pastaj fut blok, e nuk do t'ia di para. Edhe unë detyrojmë pastaj të marr njerëzit e vet në telefon që ti them të më kthejnë gjërat,
kurse ky nuk është po t'jep njëri sinqert, e heq bllokun dhe fol tamam si njëri. Unë uroj dhe shpresoj që Gabrieli të ndërgjegjësohet, të flasit, komunikoj me ty, edhe pse keni dhënë fund kësaj marrëdhënie. Uroj që ai të kthej gjërat, ato që ti pretendon se ai të ka marrë, para dhe sende të tjera. Gjërat mia, son jam shumë e sigurt. Të gjeni gjuhën e përbashkët dhe ta mbyllni këtë histori. E uroj me zemër si nga ana jote. Po përbashkët të bllokuar mua në 4 anë, më thuaj det. Por uroj që pas këtij live ai të reagojë, të ndërgjegjësoj dhe të bëhet më e mira për ty. E dashur Rezarta. Po? Det, unë dua që të di diçka për vajzën time, ku është për momentin, kush është ajo familje që ma ka bërsuar, se kam 8 vjet pa e pa. Vajza ime quhet Alejandra. Alejandra. Po. Ti je në kërkim të vajzës. Po, jam kërkim të vajzës, kam 8 vjet pa e pa. E dashur Rezarta, unë nuk kam ndonjë informacion për vajzën tuaj, por dua të them diçka. Nëse vajza juaj 8 vjeçe është birsuar nga shtëpia e fëmijës Shkodër dhe ka një familje birsuese, ty nuk të jepet e drejta për të takuar derisa ajo të mbushë moshën 18 vjeç. Pastaj është vajza. Dua ta di kush është ajo familje që më ka birsuar, vetëm kaq, që unë thjesht dua ta shoh, ta takoj, dhe çike prapë ajo familje, se unë jam non, kam drejt me, unë kam sjell mjet. Por familja birsuese prap vendos nëse do të ketë raporte me ty apo jo. Ata kanë bërë një birsim të rregullt. Një kontakt ke me familjen kush ma ka birsuar vajzën. E qartë, por komuniteti i birsimit është sekret në këto lloj historish dhe nuk lejon që nëna biologjike të mësoj kush është familja, nëse familja birsuese vendos që nuk do të njohë ty. Nëse ata vendosin që ta njohin nënën biologjike, të njohin rronin biologjike të fëmijës që kanë birsuar dhe po e rrisin, atëherë ti ke të drejtën ti takosh dhe të marrësh vesh për jetën e vajzës tënde si po rritet ajo. Por nëse ata vendosin që nuk duan, ti e ke të pamundur e dashur, qoftë ti drejtohesh gjykatës, kujdo institucionit ti drejtohesh, e ke të pamundur derisa vajza jote të mbushit 18 vjeç. Por gjithsesi, unë solla një jetë, kam ditë në operacion, kam vujtur për ato, e kam ditë rrugash. Unë e di që ti e ke mbajtur në bark dhe e ke lindur. Kam vujtur. Por ti ke hedhur një firmë që atë fëmijë e ke lënë. Jo, unë nuk kam hedhur firmë për fëmijën tim. Unë kam qenë në spital, kam qenë doktoresha, më kam vënë gjilpore. Unë i thosha ma jep fëmijën ta takoj, nuk ma jepshin. Më vishin gjilpore, më vishin gjumë. Por ti kur dole nga spitali, vendose që fëmijën ta çojë në jetimore se nuk ishte gjendje ekonomike. Jo, mua nuk më kanë marrë në telefon, pasi kanë çuar fëmijën jetimore, më kanë marrë në telefon, ta kemi thonë fëmijën ta kemi çuar në Shkodër, vetëm kaq më kanë thënë. Por ti kur dole nga spitali vajzën nuk e more dhe ti nuk ishe gjendje ekonomike ta rrisje vajzën. Po. Pra ti e ke lënë vetë vajzën. Po, ai lash për një farë kohë se do ta mesha prapë. Gjithsesi, unë dua të them që do bëj të pamundurën të interesohem tek shtëpia e fëmijës Shkodër për të marrë ndonjë informacion për vajzën tënde Alejandrën, që sot është 8 vjeç. Kështu që unë do bëj të pamundurën që të interesohem me dashur Rezarta dhe uroj që të realizohen dëshirat e tua si nën. Mirë, uroj të bëhet më e mira për ty si nën, si grua, të zgjidhësh konflikte sa më shpejt me Alejandron dhe do mbetemi bashkë në kontakt. Falenderoj për çfarë nga Tirana. Jam ftoft Pitina, shumë jam ftoft. Aba kur pin është shumë agresiv. Unë po i bëj bet djalit që nuk është vërtet, nuk ka vërtet. Pas ka lujt më do këta i duhet me shku të psihiatri mu kontrolu. Hajtë tash unë po të pranoj që i kam pas të shka këto edhe po ta jap një supune tash një s'ka më tu. Unë jam ftoft në mopi teje, e që aty aj u tranu. Me dhunë, sot më ka thonë ka me të vra. Hajde thash ti vrag mua. Kur s'pin është shumë njëri mirë. Ka qef unë e me thonë shpirt, zemër, hajde, kështu, me ashtë, unë s'lamojnë. Ka ftof. Vetëm unë e du që si nuk du dhunë psikike kjo. Pitina, unë nuk e di si të ta grofja tashni. Për mu është ma mirë fund. Thu pse, kjo prap ka më përsërit kjo. Do lidhemi me një nëna e 2 fëmijëve, e cila
ka shumë vite që bashkëtohen me babain e fëmijëve dhe nuk ka bërë kurrë martesë. Kanë qenë të lumtur, të dashuruar, por kohët e fundit ka nisur kriza e parë në dashurinë mes çiftit. Çfarë ka ndodhur? Partneri babai i fëmijëve ka filluar një xhelozi që kalon limitet, duke akuzuar partnerin e tij se ajo e ka tradhtuar me 2 miqtë e tij të ngushtë. Por si qëndron historia, çfarë ka ndodhur mes atyre të dyve? Kjo zonjë do hyj live me mua, do rrëfej gjithë ngjarjen dhe padyshim që kërkon ndihmë. E hap dritaren me njerë dhe përshëndes Anita Rahmanin. Anita, përshëndetje zemër nga Tirana. Përshëndetje, dhe ta shumë të njeki çdo ditë edhe u detyrova të shkruaj se unë jam një non, një gjyshe, jam 35 vjet me një person, jetojmë në Gjermani, edhe po m'akuzon që e kam trahtu me do shok, me do shoqni. Po më tregon që ke probleme me partnerin. Po, ajo nuk është vërtet. E kemi jetu bashkë, kemi ble shtëpinë, e kemi bashkë këtu. Unë e punoj, boj online shesi gjonat, fitoj mirë. Me tanat mirat edhe aje ka firmën, kemi mobilje që shesim shtëpia, blejmë shtëpia. Shumë bukur jetën e kam. Me tanat mira, aje po m'akuzon mua që unë e kam shku me do shok tina, edhe ka dalë për shtëpijës, ka shku me një shtëpi tjetër këtu ku jetojnë, edhe unë po i thoj, jo nuk ka vërtet, jo për shembull sot, më mori në telefon, unë më tha, hajde, dalim shkëm të hajmë të shka, dola, hajde me qatë qef, me qatë gzim dola me to, më trego, çka ki pas, ku je ko? Jo mëre, nuk kam pas, e di unë shka të bëj. Unë jam shumë keq. E dashur Anita, ju jeni shqiptare e Maqedonisë apo e Kosovës? E Kosovës, ama jam Kosovës që 35 vite jemi në Gjermani. Pra, ti ke 35 vite që... Në vitës. Ke 35 vite që jeton në Gjermani? Po. E Kosovës jam. E qartë, personi që është partneri juaj, kur e keni njohur? Edhe ajo është i Kosovës. Edhe ai është i Kosovës. Kur e njohur me atë? Si quhet? Kosovë. Si quhet? Avni, Naim. Avniun, por me Avniun sa vite keni bashk? I 88-ës. E ke bashkëshort, e ke burr? Jo, po jetojmë bashkë, kemi jetu bashkë. Pre vitit 1988 keni bashkë... Po. Po pas keni shumë vite bashk. Po. Keni sjell një jetë fëmijë? Po. Sa fëmijë keni? 2. Janë të rritur, besoj. Se çuni është ai ki pa në foto, 18, goca është 30. Dhe pas kaq viteve, i bie 36 vite bashkëtesë. Po, 30, kemi jetu në Ljubljana, Itali, kemi jetu Kamosë dhe ne kemi arë në Gjermani, në Altenitës kemi arë në Gjermani. Më lejon të pyes si e njohur me Avniun? Ka qenë me mbledhëri? Mas nusja vllavit është familje se atina, kam shku une për 8 mars të nusja, e më kam pa muaj që të jemi njëftu, jemi konë 3 jemi konë. Shumë 3 jemi konë. Dhe vendosët të shkonit në Gjermani të jetonit? Po, kemi arë këtu natë e nitës. Si ka qenë jetesa jote me Avniun? Mirë dhe shumë xhelozi ka pas, edhe sot atë ditë. Është xheloz ndaj teje? Shumë. Xheloz i ke dhënë ndonjë shkak, në pse xhelozon në këtë lloj forme? Si ka dhënë, po unë jam pak një femën të shmeton moderne, dali. Shumë mirë bën, jeta është për të jetuar. Nuk ka asgjë të keqe të mbash veten dhe të argëtosh veten të dalësh të konsumosh një kafe, nuk ka asgjë të keqe. Nuk do, ai nuk thot ditën çka bëj unë, ku shkoj e tek e mramje për shembull me pari nontën shkova e ka një shoqja ime pati ditë lidhjen,
është Tiranës, shkova me auru ditëlindjen, i thash, po shkoj, kur erdha në shtëpi ai ka ikë. Ka shku në shtëpi tjetër. U mërzit vetëm pse ti shkove në një ditëlindje? Po, nuk ka qenë aty me shku se është një objekti aty që e ka ajo piserit, shoqja ime është Tiranës, e ka pse gjinja jënë aty, ma shkullë asaj s'ka qef. I E qartë. kam akuzon që unë e kam trahtu me do shok, unë i kam thonë jo. Ma ka që një liste, ma ka shkryt një liste. E dashur Anita, si lindi debati që Lindja xhelozia e ashtu. tij shkoi deri në atë pikë sa ju tham më keni tradhtuar me shokët? Ashtu të lindi, nuk e di për shka, ju nuk ka pjetë në kryme. Kjo ngjarje kur ka ndodhur, para sa kohësh? Kjo ngjarja ka ndodhur në maj, para pushimeve. Në maj të këtij viti. Para pushimeve ka dalë ky, ka shku atje, ka jetu në shtëpi tjetër. Edhe mande erdhi, qunin e do shumë, erdhi, shkuam me pushime në Kosovë, shkuam në Lërqin, shkuam me tana të mira, unë shkova me aeroplana, erdhi me makinë me qunin. Mande tha edhe pse ki shku ti përpara në Kosovë. 2 javë përpara kam shkune, me 17-in qershor, me 17-in shtatin unë e kam shku, a i ka shku, ka arme 29-in me qunin. Edhe aty lindi debatja pse kam shku unë vetë. Po mirë, ju Anita ikët pa lejen e tij apo i njoftuat që do pres biletën, do iki para? Edhe pa lejen, edhe ka ditë edhe s'ka ditë sigurt. Më fal që të pyes sepse nuk dua të vënë në siklet, por pse kjo marrëdhënie ftohtë? Pse nuk i the ti që unë do pres një biletë do iki në Kosovë, tek familja 2 javë para? Ai tha, ik. Kur shkova unë mande, tani ai po trego, përpara s'po tregu. Tani unë s'kam qefti pse ki shku atje vetëm, na keni shtëpi atje me tana të mirat, edhe që ato paku nxet debatja. U kthyen, unë erdha 4-5 ditë mas dhe prirjetën e kam pas të thyse, kur erdha, mirë rregull, me tana të mira, me ashtë po unë jam ftoft pitina, shumë jam ftoft. Po pse, çfarë po ndodh? Për shkak të xhelozisë ke filluar dhe ti të ftohesh ndaj tij? Jam ftoft shumë po fol, edhe a është problemi atina kur pin pa. A, është përdorusja e alkoolit? Pin po, aba jo shumë ditë për ditë, jo, adi, se ka firmat është ma aso, aba kur pin është shumë agresiv. Sot për shembull, thash e në zot, thash. Mi pranu me zor, ai po do mi pranu unë e tina me zor që unë jam kon me to. Jam kon, nuk jam kon, hej, thash, ki, jo prano po, unë e di që je kon, jo, bima ti po fakte që jam kon unë. Ashtu. Ma vjen keq që ka ndodhur pas kaq viteve martesë. Kaq vite bashkë që jemi. Ju kur kthjet nga Kosova, ai të akuzoi me emra që ti më ke tradhtuar me këta persona? Para Kosovës, kur me emra që ka që kam listë, do ta çoj listë. Me para Kosovës, para maj kjo ka ndodhur. Bëhet fjalë për shokët e tij, për miqtë e tij? Po, nuk janë miq, për njërin ma shumë shoku vetë që është. Unë po i bëj bet djalit që nuk është vërtet, nuk ka vërtet. E kam një djalë shumë të mrekullueshëm, punon, edhe shkollën shkon, edhe edhe punon au spiritu nga to që punojnë këtu. Me tana të mirat, ai pas ka lujt më do këtë ai duhet me shku të psihiatri mu kontrolu. E i thash sot shko të psihiatri kontrolloje pak këtu. Dhe çfarë të tha? Ani, edhe i ka makinës i ka. Por me këta persona që ai të akuzon, ti ke pasur kontakte në kuptimin miqësor, i njeh? Unë jam i themën shumë qelë, foli atin asoj kujtot që unë e që foli, edhe ka pas.
I ke kërkuar të bësh ballafaqim? 1 milion euro. Dhe çfarë i thot? Pranon, me dhunë. Sot më ka thonë ka me të vra. Hajde thash, ti vrap mua. Por ju marrëdhëniet i pas keni çuar në një pikë që ai ka nisur dhe kërcënime ndaj teje. Kërcenime. Edhe aty dolem ta dhesim ka një cigare, kur dolem aty, unë i thash, hajtë thash, unë po të pranoj që i kam pas të shka këto edhe po ta jap një asë punë, tash një s'ka më të unë jam ftofne më piteje, e që aty ai u tranu. Edhe vërtet jam ftof pitina, nuk kam djena fare. Por çfarë ke menduar, ti japësh fund? Po unë i du mi e dhënë fund, po ai po më kërcënon, po më thot, trego, qysh teke, se dite ta shumë jam keq. Po kur ti s'ke gjë për të treguar, nuk e çaj tregon atij njeriu. Po do, me dhunë, trego po, thash po, po tregoj si është po, ama si. Vish me ta po rafsh, unë nuk muj me ta po rafsh, unë i qitë dam të vetit. Unë nuk i qes dam të vetit. E dashur Anita, por fëmijët janë të rritur, e din historinë? Shunin sot e ka marrë në telefon, edhe qunin su lajmëru, edhe kur mori mu në telefon dalim të hajmë në i gjop, tha ku quni, tha në shpet. Tha, e mora në telefon, tha nuk mu lajmëru. Tha në banjë është, kur i thash, tha ka marrë papi në telefon, po, pse s'po përgjizës nuk du. Tha që mami, ti thash duhet, dhe s'me këqyr punët e tona që i kemi në bashkë, jo, tha, a i ti po të kërcenon, tha, une nuk kam qef, une kam një nonë shumë të mrekullueshëm, a i qështu që po bon hinen hea, era nena, nuk e akceptoj më. Pra, djali në një farë mënyrë ka vendosur t'i shkëpusi kontaktet me babain e tij, Po. mënyrën se si ai po sillen ndaj jush. Po. Por vajza? Vajza jeton vetën, si kam tregu fare. Vajza është më e madhe në moshë? Jo, 30 vjeqe. Më e vogël se djali. Po. Ma shumë që shme thonë, ajo ka linë fëmija këtu ndryshe mentalitetin e ka, nuk e ka mentalitetin këtu, si nazi e kemi në Kosovë, në Shqipëri. Po deshta unë e të foli me ty, si të t'ja bëj kësaj jetës, t'ja bëj fund, me i thonë që, ose me ikë piktuit, në shkutën i kënë me jetu tjetër kënë. Jo, të pyeta për vajzën, Anita, ndoshta ajo mund të flasi me babain dhe gjërat mund t'i shëshoj, për i treguar që ke këtë problem me babain e saj. Po, edhe ajo së qësisoj, edhe ajo është, shumë, e ka shumë marrëdhënie të mira me babën e vetë. Po, sigurisht se e ka baba dhe i ka marrëdhëniet e mira, por ndoshta duke patur marrëdhëniet e mira me babain, unë të këshilloj që të flasësh me vajzën dhe t'ja tregosh të gjithë problematik. Që jemi s'ka qenë problemet tona me pas vajza ose quni ose. Ja. Por, e qartë, e kuptoj, por me familjarët e ti, Anita, me në njëri të afër të avniu që ti ke komunikim të fortë dhe të mirë? Po, kam folë kreti, kam thonë, ata vetë po akuzojnë ato, po thojnë kur po pinë, se që shtu të dona e tyre. Sa kohë boj që ai ishte larguar nga shtëpia juaj? Me të parin nëntin, me maj u ka largu 2 muaj gjys. Maj, qeshor, korik, kemi shku me pushime korik, ngusht, tani prap. Ai pak është... Pra, ai që në datën 1 shtator është larguar nga shtëpia, por të telefonon dhe ju konsumoni kafe bashkë dhe ai vazhdon të... Po. Ish mi pranu mi thonë po, që jam konë. Por, i ke thënë që do t'i jap fund kësaj gjëje? I kam thonë, që ato pëdhem. Unë sot i thash, unë po të pranoj, veç me të bo rafë shtyje, që unë jam konë, ose kam pas të një kontakt me këto, ose me këto. Aba thash me të bo unë ty rafë, po shka të thoj unë shpirtë të temë që unë s'kam tash një me ty. Dhe ti do t'i japësh fund kësaj marrëdhënie?
Po, a më do shumë. Pitashnis Pepa. Por ndoshta është ajo e dashur Anita që tha ty që mund të ketë një problem, sepse kjo xhelozi e sëmur vjen edhe nga problemet Po, i thash shkote doktori kontrollohet. psikologjike. Po, në të shkon në të kontrollohet, o deta. Pse me të bën presion, unë nuk varna fort pitina, punoj online, shesi online, blejnë malë, shesi malë, kam jetën shumë mirë qumi po punon edhe kemi shtëpia jonë, është kjo 120 kvadrat, me këta të mirat, kam jetën shumë të mirë. Kur pinë, kur s'pinë, është shumë njëri mirë. Kur ai konsumon alkool, arrin në gjendjen që të xhelozoj dhe të akuzoj ty për tradhti, gjë të cilën të ka shkaktuar ty që ti mos ta duash më dhe ke menduar dhe ndarjen. Dhe kjo është e rëndë, më vjen keq për këtë gjë. Bam, po të jetë, tofët edhe jeta, jo dashnia, diçka. Ajde ta. Por kështu ka qenë e gjithë jeta juaj, Anita? I gjithë një ka xhelozuar ndaj teje? Gati gjithë. Gjithmonë ka xhelozuar ndaj jush. Gati gjithë. Ti ke frikë sa ai të kërcënon. Po edhe më kërcënon do njerë, kështu të ata nuk besoj ai që po vetëm kur pinë, thot do njerë, kështu të ajo, kështu të najnë, nuk e po është problemi që unë s'nuk një dërur që unë janë stof pitina, unë nuk e di si të ta grofja tashni. Por nëse ti ke vendosur që t'japësh fund kësaj lidhje të gjatë me babain e fëmijëve të tu, është e drejta juaj, mund t'japësh fund. Nëse ti nuk ndihesh më e lumtur me atë njeri, askush nuk të paragjykon pse u ndave. Po më pëndhejnë se që ka po shumë për neve, e tash mi dhonë për një e një fund kësaj lidhje, mu më do këtë pak si më koshtë në rregull, po une që të thira si me po une më këthy dashnia pak. E që sot për shembull që morin, hajde dalin shkëjtajnë diçka, u gëzova, adin u veshash dolëm, adin. E qartë. Tu hangër e tu asu kapëm. A i kin kom, unë e makinën edhe në të shpe. Jo shkova biro atje, e ka birojin atje në Malak, shtu piktujt. Dule aty me taksi ka shku, ta qa kjo punë. Jo, ti po më akuzojsh mua që unë s'pëtu mo, s'kam dashni. Po si me pas me ty unë e dashni kur të ratoa, ku kuza me kiboj dhe sa po mi pon. Unë të mora sot, dolem sot, qa që lumë të rishakon, se s'ka shku me punu sot, pse s'ki shku me punu, që këtu kje, thash pak, mongi. I pa makinet e edhe në shpel. S'mujta me dëru, ja futa gjumni. E dashur Anita, unë të këshilloj që ndoshta duhet i thuash dhe vajzës dhe djalit të vërtetën. Do t'ikit e vajza javën tjetër. Ajo jeton 80 kilometra për këtujt. Për t'i treguar gjithë problemin që ti po has me babain e tyre, ti të vjen keq dhe ta ndash. Po. Por edhe s'do t'jetosh me atë, por një njeri nuk mbahet se të vjen keq. Një njeri mbahet nëse vërtet e do dhe je e lumtur. Nëse nuk e do dhe nuk je e lumtur, duhet japësh fund kësaj marrëdhënie. Por ti po i jep një shans dhe këtë shansin kur ti po ja jep, disa pika duhet i vendosësh mbi i, që nuk shtyhet jeta me xhelozi. Unë i thash, lej këto, thash, harroj këto, nuk është mirë, hirë djalit, se e do djalin shumë, hirë djalit, hirë popli këtu, kemi punëtor shqiptar, po shofin që ja i flen atje, nuk është mirë, harroj këto, mos aso se s'është vërtet, hajtë po të thoj tash është vërtet, po qa kime ba, kime bo në i sen tash, që për shembull është vërtet, kur s'është vërtet, unë e bi po isha qunit, a i nuk pranon, vetëm me alkohol. E po, kjo pjesa e alkoolit është goxha e rëndë dhe... Edhe i thash sot, shka për marrish ben, me uj, është dreka, ha me uj, shkum peshk me hangër me ta natë mirat, me aso, tha,
jo, tha mos po të pengon ty, po më pengon normal, se po më kapish, edhe ashtu tul. Pse, të dhunoj? Au, Të ka dhunuar? jo, me mre kështu t'ja. Fizikisht jo, vetëm dhunë psikologjike. Ja, psikologjike, ja, kështu t'ja, tash, Por ti e kupton që ai të do. shumë. Dhe dashuria e tij është kthyer në një xhelozi të sëmur, ku nuk po ju uloj që të jetoni në paqe dhe në lumturi të dy. Nuk mui, me pa me sy, kështu, kur po pim kafe në mëngjes, unë e pëkëshyri kështu, taj më ka vret të njerë, a din? Edhe po ma bon ti po këshyri shket, shka është puna. Jo, a din? Shumë janë ftof, unë e thash mos na kanë bo në i sen, do një. Çfarë? Dyshon. Mos na kanë bo të një kushtë në i sen. Dhe ta. Kur thuaj ndonjë send, për çfarë e ke fjalën? Magjie, po si besoj unë e këto. As unë s'ju besoj këtyre gjërave. Ja, kur si besoj. Nëse dikush do t'ju bënte diçka të keqe, pse do t'ja bënte? Ja, dhe gjë. Une po du veç piteje me mësu, a do t'ja kthej dashni? A jo, na dashni kemi pi parës dit që shimi konë bashkë. Me marrëdhënie, me tana të mira, po tash mu ka kthy një farë me s'me njoftë si kur personin që e kam derë që të vitem bashkë. Pse të? Unë jam ala e re 71 jam unë. Por ai çfarë moshe ka? Ajo është 66. Pra jeni në moshë madhore, të dy, fëmijët e rritur. Mare pi gjinve kur dalim, kur shkojmë në të do njerë, kur kapëm aty kapu dorë, që ashtu se punoj edhe të ajdo njerë, shkojmë biro kështu të adini këqyri të gjona, edhe nuk është mirë kështu të ajme bërë që të dhe, vetëm kur pinë, kështu t'ja. Këta shprovoj mos pi pak preja një mujt ditë mos pi këqyri, të hiqët ajo pi krejës. Ndoshta duhet të marri këshillim me mjekun se si të lër alkolin. Po të t'ja bëj. Dhe ndoshta nuk pina e ditë për ditë. Më romi e pinë me punëtorët, kur vim punëtorët i punës, edhe ky nalen aty në lage, edhe pinë. Ndoshta duhet të shkoni në ato zyrat që të merrni një këshillim, le të themi nga një psikologe për martesën tuaj. Unë s'kam nevoj. Jo. S'kam nevoj të të, duhet. Në një terapi ta bëni të dy, duke ditur që ti po më tregon që më kanë ikur ndjenjat, nuk e dua më. Një terapi në çift do t'ju bënte shumë mirë, dhe aty në Gjermani aplikohen shumë terapit në çift nga njerëz të zotë, të cilët ju ndihmojnë për të kaluar këto kriza, këto faza të vështira të jetës. Mendon që do ta pranoj? Një shoqe Kosovë që atërës, pa jo futë në burg, e morën në burg. Pse? Pse ju ka kap me printe asaj, i ka thyt dyrt edhe e kanë akuzue me gjopën se ka pagu, ka pas me shku në Zvicër me punu me këqyrë do Smit, do Tirana si shikon, edhe kur ajo ka shku me marrë letrën atje në polici që s'ka problema, tak policët e kanë kap, po të lypin ty që 5 muj ti duhet në burg. Una ishim deti, ishim në Ulqin. Po isha mare zot. Shumë jam mërzit për to. Ajo ka damë 4 fëmijë, nona 4 fëmijë e re. Janë një histori goxha të rënda dhe këto historitë familjare janë goxha delikate për të ditur si ti trajtosh. Ti je përballur tashmë e dashur Anita me këtë situatë jo fort të mirë për sa i përket bashkëshortit dhe duhet të marrësh vendimin. Çfarë duhet? Çfarë vendim? Çfarë të bëj? Kur gjë? Mes mu taku, mes me ne që do më këthynë të këthejër, që i zdo, një trinë atje. Më nxes, erdi i mori do robat me veti atje. Meri, thash. Ka marrë gjithë sendet e ti personale? Po, ato që e vynë, po. Por kur ti e takove dhe konsumove drekën sot, nuk e pyete
nuk e pyete qoftë sot apo një ditë përpara kur një takuar që pse ike nga shtëpia. Se nuk ka zgjidhje kjo gjë që ai ikën nga shtëpia. Nuk është para merr kjo. Kjo shumë herë si ka ikë të shtëpisë. Ai sikur me pas ato këtu krye del. Biciklimet vogël kapët. Por ju jetoni në Gjermani dhe nuk ju falet që nuk shkoni tek mjeku, psikiatër. Nuk është turp. Të flasësh për shëndetin mendor nuk është turp, të kurohesh për shëndetin mendor. Kur ti e ke kuptuar që ai mund të ketë një problem, do të shkoni tek mjeku, e dashur Anita. Gjendja e tij mund të përkeqësohet dita ditës. Kam thonë, jo po thot, unë jam rregull, shko ti. Një i sëmur nuk e kupton që është i sëmur. Ndoshta ti duhet të gjesh formën dhe mënyrën për ta çuar tek mjeku, për të bërë një vizitë dhe pastaj ai e diagnostikon dhe padyshim që t'ju japi mjekime. Unë thash të bleja si hapat vogla, pak që janë ato me qetësu nervat. Anita, këto janë gjëra me rrezik. Ndoshta unë kuptoj që ti e bën nga dëshira jote e mirë që ta ndihmosh me një hap, me një ilaç, me një medikament që ai të qetësohet, por pa recetë mjeku mos bli gjë dhe mos i jep asgjë për të pirë. Edhe ka ato që janë bio, ato që janë kështu naturalis. Që mund të jenë të bashkangjitura, le të themi, me vitamina që mund t'i bëjnë mirë për shëndetin. Okej, ato që janë pa recetë mund t'ja marrësh dhe t'i pish. Por në momentin që ai ikën nga shtëpia, çfarë të thot? Nuk e pyeti pse ikën, se nuk është normale, ikën 1 muaj, 2 muaj, kthehet prap. Çfarë të thot kur ikën? Pse ikën ndahet nga ty? Kur të do kaq shumë? Po nuk ka qef shumë me pas debate më të fortë me hit me debate. Dhe gjen zgjidhje rrugën që të largohet derisa situata të qetë. Ama pit. Shpit kur se ka bë. Vetëm pit. Detaj. Po me djalin e tij është përballur kur ka ardhur dhe ka marrë rrobat dhe ka ikur? Jo, çuni ka dalë. Ti dile o kon, po, çuni ka dalë me shoqni. Por djali që kur ka ikur nga shtëpia partneri jot, pra babai i djalit Avniu, nga data 1 shtator dhe deri më sot nuk e ka takuar djali fare babai? Ja, as nuk do me taku. Ja. Po ky e mori sot në telefon edhe ai që ka përgjigj tash mami pse se çire telefonin nuk do të thotë. Nuk i the Avniut që kjo është një formë përgjigje që djali të ka dhënë me moshapjen e telefonit? I thash, nuk po do thash. I thash sot, thash nuk po do, s'kam shka t'i bëj. U kesh. Ti mendon që do vi një moment do rikthehet prap te ty? Po, i kthehet, po për shka mu kthy, po s'kam dashni me to. S'ta marr pengun e një njeri kur s'kam dashni. Nuk e di? Pra ti je në një dilemë, e dashur Anita, që nuk di se çfarë të bësh. S'ta të dishkët. Ta hapësh portën dhe ta pranosh, apo t'i japësh fund për gjithmonë? Për mua është ma mirë fund. Thu pse, kjo prap ka më përsërit kjo. Edhe pse ti i ke dhënë shanse shumë herë, dhe ai ka vazhduar me të njëjtën situatë. Ka dhënë shansat. Edhe ai si ka qenë vetëm me shkel. I ka thënë kësaj, ka thënë e ka takuaja, Anita, po dine, po asoe, kështu të, pse unë jam e aftë me telefon online, me bështëllak këto gjonat, pse po punojme online, pse këto po shetë gjona, shumë e aftë s'ka nevoj ajo mi po qëto gjonat. Kemi mjaft për me jetu. Nëse ti të dëshiron, e dashur Anita, unë mund ta telefonoj Avniun. Dhe të flasim, ndoshta dhe të tre bashk, ndoshta ai ka nevojë të flasim me njerëz të tjerë, ka nevojë padyshim për një psikologe me situatën që ti ma tregon. Jo, ai nuk pranon kështu ai është. Ja, nuk pranon. Se edhe nëse do ndaheni, duhet të ndaheni si njerëz. Po, ashtu kam qef unë, ja, i thot, me ta natë mirat e kështu, apo është problemi që
ka qef unë me thonë shpirt, zemër, hajde, kështu, të kjut, me ashtë, unë s'ka mojnë. Ka ftof. Ti nuk e do ma. Atëre, ka ardhur momenti që ti këtë gjë t'ja komunikosh dhe t'ja thuash. Kam thonë mëjnë, kam thonë edhe sot i kam thonë. Që të bëjë unë kur ti veti ki po punën unë më largu piteje. Që të bëjë? Ai nuk e pranon ndarjen. Po, nuk e pranon. Që veti ki po punën që unë... Nuk e pranon se sigurisht e ka të vështirë, ai të do në një formë që është e dëmshme dhe për ato dhe për ty. Ai ka një xhelozi të sëmurës, në mënyrë si e tregon ti Anita, por nëse ai nuk e pranon sot, do ta pranojë nesër. Do vi një moment që ta pranojë ndarjen, nëse ti i ke dhënë fund dhe nuk kthehesh më mbrapa. Po. Domethënë çfarë meraku ke? Asnjë merak, fare. Për onën time, vetëm unë du qëtësi, nuk du dhunë psikike kjo është. Ma mirë shoma njerë se që ta gëndërë. Por nëse ai vazhdon dhe bëhet kërcënues për jetën tënde, që do thotë ja, veç me alkohol edhe kur jemi bashkë. A kështu nuk të ngut ose me të thirë ose me aso, ja. Thirë për gjonat që duhet dishka, a për kështu me të kërcenu janë. Kështu një shpifi, se gjuna. E kuptoj, kur është me ty, është momenti që ai xhelozon dhe për herë të akuzon se ti e ke tradhuar. Këto janë historira e dashur Anita të vështira, me njerëz të cilët kanë këto lloj problemesh që dashurojnë një lloj forme që është sëmundje psikologjike për ta. Xhelozia e tepruar është e dëmshme. Për atë që xhelozon, por edhe për partnerin apo partneren nga ana tjetër, siç është rasti juaj. Nëse ti ke vendosur të japësh një shans, unë të këshilloj të gjesh formën, prandaj të thash, kërkoja vajzën. Unë prandaj të thash që fol me vajzën tënde, tregoja situatën që ti ke me babain e saj dhe unë jam e sigurt që ajo do ta ndihmoj babain. Ndoshta ti vet nuk mundesh dot ta çosh te psikologu, tek mjeku, të shkosh të bësh një terapi në çift, sa ai nuk pranon, të refuzon, por ndoshta e bia e bind. Prandaj duhet ja tregosh vajzës. Fol pa dorashka me vajzën, tregoja gjithë situatën. Të thiri. Shumë e rëndësishme, ta jap të këshill që diskutoj me vajzën, kërkoj ndihmë, patjetër që ajo të ka nën ty dhe baba atë do t'ju ndihmoj të dyve dhe ndoshta diçka mund të ndryshojë, mund të rregullohet hap pas hapi dhe ti nuk e prish marrëdhënien tënde. Unë uroj me zemër që gjërat të ndryshojnë në familjen tënde dhe ti jesh bashkë me Avniun se keni kaq shumë vite bashkë dhe ti jepni fund. Është e dhimbshme. Janë shumë vite martesë bashkë. Ti jepi forca vetes, kurajo vetes, mendo dhe vepro sakt. Nëse zemra jote është lënduar nga një person, shumë, jashtë masë. Shumë. Nëse zemra jote është lënduar nga një person, pa dyshim që nëse nuk je lumtur, largohu, vazhdo jetën tënde, por nëse do t'i japësh një shans, bëje përpjekjen deri në fund. Prap ka me po qëto. Prap e po. Ndoshta me ndihmën e vajzës, me ndihmën e një psikologu, gjërat mund të ndryshojnë. Asnjëherë nuk është e pamundur. Nëse ti do t'i japësh një shans, bëje deri në fund. Por ne të dyja do jemi bashkë në kontakt. Po, patjetër Deta, ama unë kam dashur edhe me qu do njerë do një ndim kështu të din roba si për shembull ajo që jo kon Tiranës e me 2 kalamojt. Ti ndjek emisionet e mia. Natë për natë unë nuk më zë gjumi. Dhe të gjitha rastet që shikon ke ndihmuar. Më thej që Rajli, Dardhën, djali që është në karrike me rrota e ke ndihmuar. Po, e kjo, e keni gjetë atë gocën? Blona Matën. Në fakt bëremisht ma bërë këtë pyetje Anita sepse shumë njerëz më pyesin, më marrin telefon për Blona Matën, a është gjetur vogëlushja që humbi në mal, por fatkeqësisht nuk është gjetur. Të gjitha lajmet që kanë dalë dhe janë publikuar janë lajme të rreme se ajo vajzë vazhdon të jetë e humbur. Unë uroj që të zbardhe dhe të mësohet e vërteta e Blona Matës.
Mirë, Okej. nuk po të mbaj gjatë, se dhe ti ke punë edhe unë s'është problem. të faleminderit dhe mbetemi në kontakt, më shkruaj për gjithçka, të përqafoj nga Tirana. Mirë dashumish që kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të kësaj video e dëgjuam zonjën Ramani që rrëfeu jetën e saj dhe fatkeqësisht për shkak të xhelozisë së sëmur së partnerit të saj, ajo ka humbur ndjenja dhe nuk e dashuron më. Unë uroj dhe shpresoj të bëhet më e mira, të reagojë vajza, djali dhe të mos lejojnë që nëna dhe babai i tyre të ndahen, por mbi të gjitha të ndihmojnë babain e tyre të shkojë te psikologu, nuk është turp. Të shkosh te psikologu në ditët e sotme nuk është turp, të vizitohesh te psikiatri ditët e sotme, të mjekohesh që të vazhdosh jetën dhe të jesh i lumtur. Uroj të bëhet më e mira për këtë çift. Mirë dashurish, nëse dhe ju keni një histori dhe doni që zëri juaj të dëgjohet këtu live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale në Instagram, në Facebook dhe në TikTok me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim këtu në YouTube, ku çdo paradite tashmë ju live me këto histori njerëzore, histori reale, histori që vijnë nga burra, gra shqiptar, jo vetëm brenda territorit të Shqipërisë, por nga Kosova, Maqedonia, nga e gjithë diaspora. Unë ju falenderoj që më mbështesni dhe uroj dhe shpresoj që të gjitha komentet që bëni në videot e mia të jenë pozitive. Është një mision që të përcjellim pozitivitet dhe të ndihmojmë ata persona që kanë nevojë. Kështu që ju falenderoj të gjithëve.